Me pas qenë babi gjallë, nuk besoj që kish pas qef me i hy politikës. Këtë thonë, burri unë të këshyrë politikë, bardhi të në gruja më da. Jo, po, si shumë jetë të këshyrë, thash, po më interesojnë. E di që një gjam ka thënë, për këtë vendim dush me vendos vetë, edhe qyshdo që të vendosësh, ki me pas mbështetjen prej meje. Atë e kam këshilltar për gjithë shka, natyrisht edhe e ka përvojën. Kështu që, sa herë që kam me shkru diçka, ose kam na ide, gjithmonë i qes në vija trasha, pastaj ai ndihmon aspektin e redaktimit, natyrisht, sepse po, një orina drejtim edhe gjithmonë për çdo gjë konsultona, kështu që me pas qenë babi gjallë, nuk besoj që kish pas qef me i hy politikës. Ato e di. A është diskutu ndonjëherë, duke ditë bardhin, që ka qenë pjesë e politikës, a keni diskutu kështu? Po, e kemi diskutu. Ka qenë, sepse edhe unë kur sa kom kry fakultetin, i kom pas do oferta politike me hy. Atër dhe më thonë, s'ka qenë ase... Edhe gjithmonë babim theke, je e re qika jem, du të me pas përvojën, fillimisht të fokusohu të shkollimit, të përvoja jote, edhe kur nuk më ka ushqy që une me pas, dhe më thonë, dëshirën për me hy politikës. Edhe mandeja si artist, gjithmonë ka qenë... E bu sa më kujtojë, dhe shka se mbajmen që cima ndonjëherë ka frimu të ndonjë parti. Jo, në asi moment, zakonisht ka pas dhe tendenca kështu, se babi gjithmonë kur ka bu humor, më thonë, masi këta zbonën, hajde ta shti provojmë këta. Po tani, në momentit caktu me disa përtale, e pa të në shfridzu, me keq përdor. Pa anon këtu, po babi nuk në asë një moment. Do me thonë, unë e një, qëfar zemre ka pas edhe qëfar njeri u ka qenë,